Kërkesa juaj, zoti kryetar, për të zhvilluar të seancë të mbyllur është skandaloze. Dhe me qëra fjala, për sa I takon sjelljes time, zoti kryetar, tu kam një kallëzim penal. Ky kallëzim është për të gjithë ata që javën e kaluar dhunuan një përfaqësues të opozitës I zgjedhur me votat e qytetarëve shqiptar. Ky është një skandal I vërtet për të cilin ju, kushdo që ka marrë pjesë, do mbaj përgjegjësi para drejtësisë. Ky është kallëzimi penal. Me qëra fjala. Tani, ju nuk e kuptoni që jeni bërë thjesht qesharak. Qesharak. Me këto marrëveshje tuaja e provuat njerë. E provuat mendoni se do I shpëtoni drejtësisë duke bërë marrëveshje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke I bërë qefin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E provuat me bordin e paqes. Menduat se shpëtuat. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që jo vetëm që hetimet kundër Belinda Ballukut, e cila ju mban peng, jeni peng të Belinda Ballukut, vazhduan, por përveç akuzës për shpërdorim detyre, ju ngrit dhe një akuzë tjetër, për korrupsion. Ju që vini këtu dhe e shisni veten si pro-amerikan, po ju vetëm pro-amerikan nuk jeni, ju nuk e kuptoni, ju jeni një tufë të korruptuarish, të rëndomt, që vidhni popullin më të varfër në Europë. Dhe na vini këtu, na shiteni... Falenderit, zoti Shehi. Çfarë thash? Falenderit dhe vërejtje përsëri për përdorim të fjalorit jo parlamentar për fyerje të deputetëve të Kuvendit Shqipërisë. Falenderit, zoti kryetar. Në fakt duhet të falenderoj në atë të parë se më dhatë mundësinë që t'jem në këtë sallë, zoti kryetar. Do ta filloj nga ajo që ndodhi javën e kaluar. Është një skandal I vërtet që në mënyrë totalisht arbitrare, pas një vendim, pas një komunikim, pengohet hyrja një deputeti të opozitës në Kuvendin e Shqipërisë. Unë e dija shumë mirë që nuk mund të hyja në këtë kuvend, në kuvendin e korrupsionit, në kuvendin e atyre që u kanë nxirë jetën qytetarëve shqiptar për plot 35 vjet. E dija që nuk isha për t'ja dalë. Por të gjithë duhet të shikonin se çfarë bëni ju, se si trajtoni ju opozitarët, se si trajtoni ju deputetët e opozitës, se si bëni ju me rregulloren, me këtë institucion sikur ta kishit prom private. E trajtoni këtë parlament sikur është I juaj. Nuk mund të më lejoj mua, zoti kryetar, të isha në këtë kuvend javën e kaluar, sepse do vinte Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk mund të katandisej thirrën e fundit, si një njeri I lodhur, një kryeministër I rëndomt, për të cilin për në ka pothuajse 2 muaj që qytetarët shqiptar kanë dalë dhe kërkojnë dorëheqjen e tij. U vjetërsua brenda ditës në fakt. E pat, nuk e ka më, jo vetëm moralin, por nuk ka as kurajën të reagoj. Nuk thot dot më, jo, s'është e vërtet, se jemi të korruptuar. Nuk thot dot më që nuk e dija unë se ç'a bënte Belinda Balluku, sepse në këtë kuvend për herë të parë në historinë e Shqipërisë, një e korruptuar mbrohet me votat e maggjorancës. Edi Ramës I ka dalë boja. Nuk përballet dot Edi Rama me opozitën. Nuk e bën dot më. Dhe çfarë bën tani? Si një autokrat I rëndomt, në vend të vi këtu, të japi llogari, të përballet këtu me opozitën, mbledh grupin parlamentar. Mblidheni gjithë bashkë aty në mbledhje partie dhe kryeministri praktikisht ju flet juve. Nuk vinë më këtu në këtë parlament. Ky është skandali. U mbledh juve në mënyrë patetike kokën poshtë
të gjitha aty dhe çfarë bën në mënyrë të pa fytyrë. Të pa fytyrë tallet me një zonjë. Tallet me një zonjë, është zonjë. Me një zonjë të pamundur, zgërdhiet Taulanti. Një zonjë të pamundur, thot, shko qa bëjnë këta, se ai nuk i shikon dot këta, nuk ekzistojnë për atë. Ai bezdiset nga varfëria, ai bezdiset nga njerëzit e pamundur, shqetësohet, bezdiset dhe imiton. Dhe imiton. Me pa turpësi ju, vut pak në siklet paktën, kur ai tallej, u vut pak në siklet apo jo? Tallet me një zonjë, aq mundsi ka ajo shkreta. Pse vjen këta tani dhe protestojnë? Po pse nuk do të protestojnë ata? Pse çat keqe ka? Çat të keqe ka për njerëz që kanë qenë të braktisur për 35 vjet, që si ka para askush, nuk ja ka hedhur syt askush. Çat keqe ka që të bëjnë pjesë e një proteste, të vënë aty, me ato mundësi që kanë. Çfarë të keqe ka? Pse? Se ju bezdis juve pasurinë që keni vënë ju në kurisë të tyre, sepse denancoj se psi i keni vjedhur ju. Kjo ju shqetëson. Kjo ju shqetëson. Shqetëson Taulantin. Shqetëson Taulantin i shkreti. I shkreti Taulant, 20 vjet Taulanti, 20 vjet se vajta pash Taulantin me që po shikon të pronat e mija, ta shkoj Taulanti, ka pronat Taulanti, as ka. Mos është për bukën e gojës. Qatë shikosh? Deklarata e pasurisë Taulantit është për të ardhur keq. është për të ardhur keq. Taulanti në 20 vjet në politikë nuk mendoi njëherë për veten e vet, gjithmonë për popullin, gjithmonë për njerëzit. Një apartament i shkreti ka. Një apartament e ka në kullën më të mirë Tiranës. Po çash deklaror aty, nuk e di sa metër katror është, po është për të ardhur keq, do me guzhin. Po si or Taulanti, si s'mendove pak veten tënde? Taulanti ka hyrë, sa kishte Taulanti në llogari bankare kur hyrën politik? $8.600. 8 pa makinë, pa shtëpi, $8.600. Taulanti sot, jo vetëm Taulanti, po kushdo që dërgon një SMS në emër Taulantit, i çoj €100.000 si pa gjë të keqe. E kuptoni se si e ke përdosur Taulanti emrin tënd. Aq rënd, sa mjafton të dërgosh një SMS, e të shkruash, jam Taulanti, më duhen €100.000, dhe tjetri merr €100.000 i fut në një çantë dhe jep një taksixiu pa pyetur fare. Imagjinoni se si është katandisur ky vend. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Kryeministri i Shqipërisë në vend të reflektoj, kur ata të varfrit, janë të varfër, nuk kanë, janë të varfër më. E kuptoj, ju nuk e kuptoni, se nuk e dini se qa është, nuk e dini, as ju kalon fare në përmendje, po si or del tjetri në vend të reflektoj, del dhe gënjen, kemi dyfishuar. Çaj ke dyfishuar ti asaj? Ajo djalin e ka majoren, çaj keni dyfishuar ju? Si or gënjeni në atë farë mënyre? Si or talleni në vend të reflektoni, si talleni? Erdhëm këtu e pat, si erdhëm, blinduar, kuvendi totalisht i blinduar. Totalisht i blinduar, në vend që ti dëgjoni, blindojni. Keni arrestuar sot Alben Kolën, po me Albenin çfatët? 10 polica bashkë e kanë marrë zvarr, 10 për të mbrojtur ju. Pse? Sepse dele proteston. As të nuk bindo tani. Rrezikojnë burgun. Kryeministri i Shqipërisë refuzon të flasë, refuzon të japi përgjigje. Unë kam bërë thjesht një kërkesë, zoti kryetar, ma lejon rregulloria. Nga që kryeministri i Shqipërisë nuk vjen kurrë në këtë kuvend, sepse tani mendon e ka zvendësuar kuvendin e Shqipërisë me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, shfrytëzova thjesht një mundësi që më jep rregulloria. Të drejtën për t'i bërë pyetje kryeministrit të Shqipërisë. Dhe i bëra pyetje në lidhje me Porto Romano. Çfarë përgjigje është? Jo, po ne kemi folur për të çështje. Ku e dini ju se për çfarë do flasun? Kjo tregon amta si ju thjesht nuk
jeni më në gjendje që të vini këtu të jepni përgjigje sepse nuk jeni më të besueshëm. Nuk jeni më të besueshëm. Po nga ti jeni të besueshëm? Kryeministri i Shqipërisë ka 2 ish-zëvendësit e vet, njëri në Arati i akuzuar për korrupsion, tjetra po ashtu e akuzuar për korrupsion. Çfarë të thot më ai? Ai nuk është më i besueshëm. Nga t'ja mbaj. Dhe atëherë çfarë do bëj? Thjesht kërkon të mbaj pushtetin me dhunë. Me dhunë. Dhunë kundër deputetëve, dhunë kundër qytetarëve, dhunë kundër sipërmarrësve të ndershëm, me dhunë. Po nuk mbahet pushteti me dhunë, e keni gabim. Nuk keni për t'ja dalë. Nuk e mbani dot me dhunë. Fati e Edi Ramës është vendosur. Edi Rama ose do përfundoj në Burg, ose do përfundoj në Arati. Do ta shikoni. Do thoni ju e pamundur. Jo, më nuk është fare pamundur. Nuk është e pamundur, se dhe për Jon Velia mendoni se është e pamundur. Por vajtën arrestuar në zyrën e tij. Ka 2 vjet në Burg. 2 vjet në Burg i akuzuar për korrupsion. Po për Belindën, kush e priste për Belindën? Belindën e konsideroni e paprekshme. Nuk ka më të paprekshëm. Nuk ka më të paprekshëm. Tani ju keni 2 mundësi. Ose të bëni me njerëzit, të dëgjoni njerëzit, ose të vazhdoni të mbroni Edi Ramën, të mbroni korrupsionin. Unë e di se çfarë do vendosi, se ju nuk keni të lirë në fakt. Nuk ka si të jetë ndryshe. Ju nuk keni të lirë. Sepse ju jeni pjesë e korrupsionit të kësaj maggioranze. Jeni të zhytur në korrupsion. Prandaj nuk dilni dot para njerëzve. Prandaj duhet të blindoheni këtu. Prandaj e vetmja gjë që u mbetet është të sulmoni protestuesit nga mëngjesi deri në darkë. 2 muaj protesta. S'u bën fare, s'u bën përshtypje fare. Hyn këtu sikur s'ka ndodhur asgjë. S'u intereson fare. Keni taulanti në krye. Faleminderit. Faleminderit. Urdhro? Mbaroj kohën, çfarë të bëjmë? Ishte drejta juaj të flisën pyetjet. Kalojmë në urdhro? Urdhro? Ja u dhash pra kohën 10 minuta për atë e kishit. Do votohet pra? Do votohet? Po. Kalojmë në procesin e votimit. Votimi do të jetë i hapur me karton. Hedhim në votim kërkesën për zhvillimin e pyetjeve. Pro, kundër, abstenim. I lexova, nuk e kishit mendjen në mësim. Pro, kundër, abstenim. Kush është pro zhvillimit të seancës pyetje përgjigje me kryeministrin për temat që përmendëm? Kush është kundër? 16 pro. 25 pro. Sa? 73. 76 kundër, kërkesa nuk miratohet. Abstenime nuk ka. Ju njoftojmë se me kërkesë të Këshillit të Ministrave dhe me shkresën e grupit parlamentar të Partisë Socialiste në mbështetje të nenit 83.2 e Kushtetutës dhe nenit 28.1 e Rregullores Kuvendit, kanë depozituar kërkesën për shqyrtime e procedurë të përshpejtuar të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes SUAS direkte ndërmjet Republikës Shqipërisë, përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfaqësuar nga Agjencia e Bashkëpunimit për Sigurinë dhe Mbrojtjen, DSCA, në kuadër të financimit të jashtëm ushtarak, FMF, si dhe shqyrtimin e këtij projektligji në seancë plenare sot në datën 27 korrik 2026 në orën 15:00. Për shkak të rëndësisë edhe karakterit veçantë të kësaj marrëveshje, si dhe nevojës për hyrjen e tij në fuqi në kohë për të garantuar zbatimin e objektivave që synon. Në bazë të nenit 28 rregullores, projektligji njoftohet në seancë plenare më të parë, do të dëgjohet, e cila është sot, do të dëgjohet një folës pro dhe një folës kundër për jo më shumë se 10 minuta. Kush do të flasë pro? Zoti Taulant Balla. Jemi në proces të votimit, ju lutem. Zoti Balla. Ky është procesi i votimit. Zoti kryetari i Kuvendit, të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Shqipërisë, vim sot në këtë seancë të Kuvendit të Shqipërisë për
ratifikimin me procedurë të përshpejtuar të një marrëveshje huaje mes Republikës Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave